طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek mjekësia të dërguarit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nga Ibn Qayyimi al-Jauziyja rahimahullahu ta'ala. Kemi arritur tek farat e zeza. Në dy sahihet vjen rrëfimi prej Abu Hurairës se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë përdorni thot farën e zezë, sepse ajo përmban ilaç për çdo lloj smundje, përveç vdekjes. Çdo lloj smundje që ekziston, ajo është ilaç. Kështu ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Fara e zezë quhet shunejs në persisht. Qimnon i zi ose qimnon indian. El Harbi dëshmon se El Hasani ka thënë ajo fara e zezë është fara e sinapit. Por mendimet e tilla nuk janë të sakta, pasi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë habbatu sauda. Apo kjo është fara e zezë ose shunejs në persisht. Nga fara e zezë kemi përfitime të shumta. Nga fara e zezë në kohët e fundit janë bë plot, apo janë bë shampona, janë bë sapuna, janë bë vaj fara zezë, gjitha këto gjërat, por se më e mira është të përdoret vet fara e zezë. Vet fara e zezë të përdoret. Thot, siç tregon edhe hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam, ajo përmban ilaç për çdo lloj sëmundje. Qimnoni i zi është i nxehtë dhe i thatë në shkallën e tretë. Hyn, do më thonë, tek gjërat e nxehta dhe të thata. Ai thot i eliminon gazrat. Kushdo që ka gazna, nëse përdor farën e zezë, i eliminon, i hek. Dhe thot i nxjerr krimbat. Krimbat nëse ka në zor trash apo i nxjerr bëhet sebeb që më nxjerr. Thot qetson gjendjen e lebrës, lebroza. Thot dhe etheve flegmatike, hap bllokimet, avullon thot gazrat, lagështinë e tepër të grumbulluar në stomak. Më dhënë disa prej smundjeve që i cek Ibn Qayyim el-Jauziu. Nëse fara e zezë bluhet thot, edhe thot përzihet me mjalt, pihet me pak ujë të ngrohtë, ajo thot i shkrin gurët në veshka. I shkrin gurët në veshka. Nëse e grin farën e zezë dhe vendos mjalt dhe po ashtu edhe ujë, atëherë me lejen e Allahut subhanahu wa taala i shkrin gurët në veshk edhe në prostat nëse ka probleme. Madje shërben edhe si diuretik. Diuretik është të nxit me dal nevoje. Të nxit me dal nevoje. Ajo shton rrjedhjen e menstruacioneve dhe prodhimin e qumshtit të nënës nëse pihet për disa ditë rresht. Edhe kush ka probleme, do më thonë me qumsht, nënat gjatë lindjes normalisht, atër kjo nxit që me ju shtu qumshti me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Po ta nxehesh atë me uthull dhe ta vësh mbi bark, me uthull me nxe, farën e zezë dhe me qit në bark, thot asgjëson krimbat e zorrve. Ajo pastron, qetson dhe largon pasojat e të ftohtit. Thot nëse shtypet me një lezë dhe thithet me hund rregullisht derisa smundja të shërohet. Më thonë me thith me hund. Vaj fare zezë, po ashtu është mirë edhe kundër kafshimit të gjarprinjve. Nëse të kafshon një gjarpën, është mirë edhe për këtë. Hemoroideve dhe puçrave. Hemoroidet e dini, apo do thotë çu thënë ndryshe hemoroideve? Ha? Hemoroidet mrapa që. Majasili. Më thonë majasili, hemoroidet. Po ashtu, thot, këto fara të zjera në uthull qetësojnë dhembjet e dhëmve. Nëse ki dhimbje dhëmve, duke dhënë efektin e një mpirjere, i mpin. Dhe kur ti mpin, e hek edhe dhimbjen. Nëse shpërlan gojen me lëngun e përfituar, thithja e pluhurit të farës zezë, thot shërben për të kuruar syrin. Dhe thot që mbledh ujë. Që lëton, do më thot që mbledh ujë, nëse e merr edhe e thith apo, atëherë thot ndikon. Po ashtu si kompres fara e zezë e përzier me uthull, shëron puçrat,
tumoret e lëkurës e ekspozuar, mahisjet e mukozës dhe lungat e ashpërta. Po ashtu me farat e zeza të shtypura në uthull, thot mund të lyesh lëkurën e prekur nga lebra, nga nishanet ose kokën që vuan nga zbukthi për të shëruar këtë sëmundje. Zbukthi, a dini çka është? Çka është? Peruti. Dbardha që është. Nëse tretet në ujë kuhël persian e vën në gurmaz, në fyt, mbi të hedh pluhur të farës zez, kjo do të shërbej për ta shëruar majasilin. Tash e kemi mëndafshin. Mëndafshi ka pak. Mëndafshi e dini, apo? Çka është mëndafshi? Çka është mëndafshi? Sfilla. A sfilla? Që s'lejohet mashkulli me vesh. Ne kemi treguar më lart se pejgamberi sa me lejoi Zuberin dhe Abdurrahman ibn Aufin të vishin rroba mëndafshi. Pse? Për shkak të sëmundjes së lëkurës. Thot nga e cila ata vuanin, po në atë kapitull kemi përmendur dobit e mëndafshit. Dhe më thonë, lejohet me vesh kur njeriu është i smur, sepse nuk është irrituese apo për lëkurën. Dhe për atë arsye dhe lejohet mu vesh në rastet e tilla. Mirë, po kështu jashtë rasteve nuk lejohet mashkulli me vesh mëndafsh. Bukur. Pikë tjetër kemi është lulja e makthit, hulba. A dini çka është hulba? Makthi, a dini? Bravo. Çfarë është? Që vesh ta gjojnë internet ju kallëze çka është hulba. Shumë e mirë është. Bravo. Si lloj kokre është. Po. Çaj është. Hulba. Kjo bëhet edhe si lloj gjelle kjo bëhet. Çashtu diçka. Po, çashtu diçka, po. Sipas një dëshmie kur pejgamberi alayhis salatu wassalam vizitoi Sa'd ibn Abu Waqqasin, që u smur një herë në Mekke, thot kërkoi t'i sillnin aty një doktor. E kështu erdhi El Harith ibn Qaladahu, i cili vizitoi të smurin edhe tha. Që ky doktor erdhi me vizitu të smurin edhe tha. Nuk ka asgjë të keqe personi. Mirë, po thjesht bëjeni ca makth me hurma dhe jepjani të haj. Thjesht veç pak makth, që si hulba, edhe me hurma. Thuat se Saidi e hëngri atë edhe u shërua. Është shumë se ani mirë. Makthi është i nxehtë në shkallë të dytë, në shkallën e tretë, cili ke i nxehtë? Farazes, apo? Dhe i thot në shkallë të parë. Makthi zier në një ujë zbut fytin. Thot gjoksin dhe stomakun, gjyksin edhe lukthin. Ajo qetson kollën, astmën, frymarrjen, thot e vështirë dhe shton epshin seksual. Kjo bim lehtëson gjendjen me gazra, këlbaza, tretje, dhe më thonë sekreti, e lehtëson hemoroidet dhe grumbullimet tjera që ndodhin në zor. Ajo thot e shkrin këlbazën, e mbjellur, e mbledhur në gjoks. Nëse këlbaza mblidhet në gjoks, e largon, e shkrin. Lufton ulcerat gastrike. Çka ulcera? I thotin lukt. Dhe smundjet e mushkrive. Gruaja që vuan nga dhembja në organin gjenital, thot për shkak të ndonjë pezmatimi të saj, do të ketë përmirësime nëse ulet në një vask me ujë në të cilën është zier makthi. Që ky makthi, nëse vendoset me një ujë zihet, si mu parit që thënë, apo kupton? E merr me një legen, apo e vendos edhe normalisht më afru avlli kësaj ndikon tek organi femror për mu qetësu me lehtë Allahut subhanahu wa taala. Thot kjo bimi lufton tumoret e ftofta dhe të forta, nëse vendosit si kompres mbi ta. Ndërsa po ta pish lëngun e përfituar i qetëson dhimbjet e barkut, që shkaktohen nga grumbullimi i gazrave, frujut barke, apo përveç që pastron edhe zorët. Ngrënia esëll tash e makthit me mjalt,
Hurma ose fiq e shkrin këlbazën që krijohet në gjoks edhe në stomak. E po ashtu qetëson kullën që vjen si pasojë këtyre smundjeve. Makthi lehtëson mbajtjen e urinës dhe ndikon si laksativ. Çka është laksativ? Qysh? Stopi? Laksativ është kur ki barkqitje, kur ta përdor, lëshohet si qeshme. Po. Thot, a i shëron rastet e devimeve të thojt, ndërsa vajti i përzier me dyll kuron plasaritjen e lëkurës për shkak të ftoftit. Keni pa për shembull dimni që shbohen kur çohen? Po, bravo. Si çohen, atëherë nëse po krisen. Atëherë nëse përdoret, domethënë mund ta përdorësh edhe për lëkurën e duarve. Nga makthi ka aq shumë dobi sa që disa doktor thonë që sikur njerëzit i dinën ato do ta blinin këtë bim duke peshuar me flori, sikur floriri. No, sikur Dukati kishin me dhon pare për këtë gjë. Pikë tjetër e kemi bukën, al-hubs. Thot në Sahih është një hadith e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që thot: ditën e ringjalljes. Çfarë hadithi? Toka do të bëhet si një pikë buke, si një pite buke e vetme. Toka do të bëhet si pite buke, të cilët i gjithë mbështetshmi do ta pregadis me dorën e tij. Thot ashtu siç gatuan ndonjëri prej jush pitën e bukës për udhtim. Kështu ka me bë tokën. Apo ai e bën të tillë si mikpritje për banorët e xhennetit. Si lloj mikpritje që i pret banorët e xhennetit, që të ushqehen me të para hyrjes në xhennet, subhanallah. Këtë hadith, domethënë ky hadith kuptohet, ditën e gjykimit Allahu i lartësuar e bën tokën me dorën e tij si një pite buke, por të madhe dhe të rrumbullakët, me qëllim që besimtarët hanë prej saj poshtë këmbëve të tyre derisa të përfundojë llogaria. Kjo duhet të besohet realisht, thot siç përmend në hadith, sepse Allah ka fuqi për të bërë gjithçka. Ne i besojmë ashtu siç ka ardhur në hadith pejgamberit alayhi salatu selam. Ndërsa thot një hadith i pavërtet që muni meni, një hadith i vërtet që muni meni, një hadith i pavërtet, thot nuk lejohet prerja e bukës me thik. A keni dëgjuar disa që nuk e prejnë me thik? Thonë s'bën me thik me prej bukën. Thot ndërsa një tjetër hadith i trilluar po ashtu, thot nuk lejohet prerja e mishit me thik. Edhe këtu i trilluar edhe kjo. A për bukën e kumni, ka disa njerëz më herët bukën e bëjshin me dorë me thik se prejshin. Thëshin gjuna me thik me prej. Që hadithi i shpikur. Po ashtu sipas hadithit të Amr ibn Umayjes, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përdorte një thik për të prerë copa nga mishi. Thot të ideles, ndërsa Mughira tregon se kur ishte mysafiri pejgamberit alayhi salatu wasalam, një herë pas se ai sallallahu alajhi wasallam kërkoi t'i sillnin pak mish, të cilën e preu me thik. Domthonjë që hadithi që e ka prej me thik, që lejohet me thik me prej. Buka më e mirë është ajo e zënë me maj, që zihet me maj, më e mira thot është. Thot pas saj vjen buka e pjekur në furrë, e dyta. Thot më pas kulaçi i pjekur në hit nxehtë, me miell të freskët. Më thonë, duke i kategorizuar, po. Buka më e ushqyeshme është ajo që bëhet si bullgur. Thot sepse ajo tretet ngadalë dhe nuk përmban shumë krunde. Në radhë të dytë vjen buka e bardhë e pastaj thot buka e zezë. Pastaj është buka e zezë. Koha më e mirë për të ngrënë bukë është në pjesën e fundit ditës. Thot kur ajo piqet, buka e butë është më e lehtë se buka e fortë, më ushqyeshme, më e lagështuese dhe më e shpejt e tretshme. Buka e elbit është e ftoftë dhe e thatë në shkallë të parë, por nuk është aq e ushqyeshme sa është buka e grurit që e hajmë na. Pikë tjetër kemi ufullën, edhe po e përfundojmë. Muslimi shënon në sajun e tij në rrëfimin e Xhabir ibn Abdullahit se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kërkoi një herë gruas së tij për të ngrënë dhe ajo i tha se kishin vetëm ufull në shtëpi. S'ka pas kurrë tjetër, veç ufull. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kërkoi pak ufull dhe duke ngrënë atë me bukë, tha sa ushqimi mirë është ufulla.
më thonë buk e uthull ka hongër. Dhe tha sa ushqimi mirë është uthulla. Uthulla e verës ndihmon kundra pezmatimeve gastrike dhe kundra vrerit. Ajo parandalon efektet anësore që vijnë pas disa barnave. Prej disa barnave, uthulla shpërbën qumshtin dhe gjakun kur mpiksen, kur koagulohen, kur forcohen. Kjo i shpërbën. Lehtëson punën e shpretkës, mbështjell stomakun, krijon kapslëk. Shuanetjen pengon krijimin e lungave e të tumorëve, lungat. Pedere. Ai ndihmon procesin e tretjes, e lufton këlbazën, zbut ushqimet e forta dhe hollon gjakun e trash. Kjo është mirë. Keni vret për shembull që i bëjnë disa uflla prej mollës e prej asaj për punë të po e di. Çashtu jo. Kë ka pi ufull të mollave të egra pa i qit ujë hiç pa i qit ujë. Edhe një gotë ka pi kështu. Edhe pas një kohë zora 12 gishtore ju ka kaput. Drejtën në spital në operacion. Ajo të shkrim. Ajo paramendon ka pas raste 5 ml i kum qit. 5 ml luk 5 ml është në gotë edhe i kum qit ujë. E ka nis luktin me mëdhin për një herë. Original që u konë, se e fort shumë. E nuk e di tash, nuk e di që shukon, s'pe di, nuk e di. Original dhe ma i fort ka mundësi. Ndoshta mush me bajt ato, e nuk po di. Unë e di, 5 ml i pita, zbashku me uj, duke tret me uj, edhe ja nisi lukti me mëdhin, e kjo e ka pi kret një gotë qajt e ka pi. Një gotë qajt, edhe tha më knaqe, tha. Tha, shka të knaqe, apo? Të ka knaqe mirë. A të këput zora e trash? Zora e 12 gishtora, apo? U këput, shtu, tamam. Edhe ta lidhen atë në operacion. Subhanallah. Pastaj thot, uthulla me krip mund të pijet kundra efektit të këpurdhave helmuse. Thot, rufitja uthullës nga pak shkrin dhe hap blokimet që krijon e gjak në nofëllën e poshtme. Shpërlarja e gojes me uthull të ngroht qetson dhembjet e dhomve, edhe forcon trysat. Thot, infeksioni në gishta mund të kurosh duke i lyer me ufull. Nëse ki infekcion, me ly me ufull. Ajo përthon puçrat, i bën, domethënë nëse i ki puçrat që janë të infektume, i përthon. I bën thota, lehtëson gjendjen e lungave të nxehta dhe djegjeve nga zjarri. Uthulla është gjithashtu stimuluese e oreksit, të nxit me hongër, apo? Ajo zbut stomakun dhe është e pëlqyeshme të përdoret nga të rinjët dhe nga ata që jetojnë në vise të ftofta deri në takimin e radhës me yndyrën edhe vajin. Subhanik Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.